Unë kështu e shoh. Por banorët e tjerë mundohen në fakt që ta kapin këtë të fortin e shtëpisë. E shoh Edin deri më tani që mundohet të jetë pak më i fortë i shtëpisë, të jetë pak më i dashur i shtëpisë dhe shkon lule m'lule, do me thënë shkon femër në femër dhe kjo shkon për Edin, i cili mundohet që të merr zemrën e të gjithë femrave, por gjithsesi do me thënë ka nisur me shumë vrull, ka nisur me shumë pozitivitet, ka nisur me shumë dashuri Big Brotheri dhe të gjithë banorët po japin energji për të kuptuar se sa do të vazhdon kjo energjia në momentet në vazhdim, se është lojë e gjatë, është lojë e vështirë, nuk është e lehtë, duhet 3 muaj të japin spektakël dhe mendoj që kjo energjia do të shteret ashtu siç ju shter edhe mentorit që në ditën e parë. Por, cila ishte koincidenca e këtyre Big Brotherave këtë vit? Tani ju thoni që Big Brother VIP Shqipëria dhe Big Brother VIP Kosova nuk shkojnë kundër njëri tjetrit sepse janë shqiptar. Unë mendoj që nuk është ashtu. Pikërisht në natën kur do të startonte spektakli i shumë pritur, që për mendimin tim nuk ishte ndonjë spektakël i shumë pritur, me thënë drejtën, e kam pritur pak më dinjitoz, e kam pritur pak më gjigant, ishte shumë i thjesht, ishte një shtëpi pak më ndryshe, por nuk ishte ky spektakli që do bënte namin nëpër rrjetet sociale. Nga ajo që u tha në atë që u bë, do të thënë ishte fiks ky muhabeti, nga e thëna në të bërë ka një mal të tërë dhe pikërisht në këtë spektakël u bë një mal i tërë. Unë mendoj që Big Brother VIP Albania dhe Big Brother VIP Kosova kanë një luftë të shpallur ndërmjet vetit. Në qoftë se tani Big Brother VIP Albania ka një lloj fotografie se kush janë banorët e këtij kasti, do me thënë e ka parë, e kanë analizuar shpejt e shpejt se çfarë mund të bëjnë këto banor dhe a mund të shndërrohen në banor fenomen, sepse tani nga Big Brotheri po nuk doli fenomen, s'kemi bërë gjë. Mendoj që Big Brother VIP Albania 3 javë me radh ka mundësinë që të përzjedh banor dhe të dhurojë një spektakël të papar. Mendoj që do të jetë më i shikuar, mendoj që do të jetë më i ndjekur si Big Brother dhe mendoj që do të na sjellë një energji të bukur pozitive që ne në fakt do ta shikojmë çdo të marte edhe çdo të shtunë. Flasim për këtë Big Brother, por që ka konkurrencë në këtë mes, asgjë nuk e diskutoj, do me thënë të dy shtëpijat apo të dy formatet luftojnë për klikime, të dy formatet luftojnë që të sjellin banor sa më interesant. Mendoj që VIP Big Brother Kosova më interesanten në këtë spektakël e ka Linda Rej, një transgjinore e cila ka hyrë publikisht dhe mundohet, për sytë e mi, mundohet që të imiton Edona Jamesin, ndërsa në anën tjetër, do me thënë kemi Big Brother VIP Albania që mundohet të na falën një edicion ndryshe nga të gjitha edicionet e tjera. Këto janë qëndrimet e mia rreth këtyre dy spektakleve dhe që nuk shoh paqe në asnjë mënyrë në spektakle. Nuk shoh paqe fare, nga të dyja televizionet shoh një armiqësi, jo të thënë publikisht, por të ndjerë, le ta themi një armiqësi të për klikime, për famë e tjerë e tjerë. Banorët e shikoj që këto të Big Brotherit Kosovës më së shumti luftojnë që ta ndërtojnë këtë famën e tyre, sepse mendojnë po që se e kape një femër, po që se u lidhe në këtë shtëpi, ti do të vazhdosh 2 javë më shumë apo do të shkosh deri në finale. Ky është mendimi i tyre, por unë mendoj që jo të gjitha spektaklet, jo të gjitha Big Brotherat funksionojnë në këtë formë. Mendoj që ka një lloj forme që ti duhet ta zgjedhësh se çfarë ke përzgjedhur të japësh brenda shtëpisë së Big Brotherit dhe cili është qëllimi tënd që ti dëshiron të arrish, edhe pse qëllimi tek këto banor u pa. Zënkat kanë nisur që në javën e parë, për shembull, Alba vuan akoma për limin